Përshëndetje për gjithë teleshikuesit kudo që na ndjekin. Mirë se erdhët dhe këtë javë në emisionin Ikbin Albana këtu në radio televizionin e Dugaxhinit. Duke falenderuar ata që na mbështesin, ata që na shkruajnë dhe ju shikues që qëndroni me ne këtu e 10 javë deri tani, ju ftoj që këtë javë të ndjekim një emision interesant. Unë se bashku me stafin tim kam udhëtuar 800 km për t'ja u sjell këtë personazh tek familjet e juve. Bëhet fjalë për lojtarin e përfaqësuesës tonë të Kosovës dhe njëkohësisht lojtari i Bundesligës në Gjermani i klubit të Werder Bremenit. Ne jemi këtu në Bremen dhe ju ftoj që ta ndjekim Milot Rashicën, krenaria shqiptare. E ndjekim një histori për të dhe pastaj do shkojmë së bashku në shtëpinë e tij dhe në vendet që deri më tani media shqiptare nuk ka qenë ndonjëherë. E ndjekim historinë dhe do jemi me mysafirë. Vanessa? Po, që të... Ose mos a fetë. Përshëndetje. Si je? A je mirë? A mu dasin Kosova me imo? Do me thonë këtu s'po dasim këtu në Gjermani. Gjermani hinkret? Ja, Gjermani këtu t'lome. Aqe. Pra, si që shikut, e dini për këtë bëhet fjalë për Milot Rashicën, për talentin më të madh shqiptar, që sot me krenari i mbron ngjyrat e flamurit tonë, mbron ngjyrat e klubit ku ai luan në Bundesligë. Është talenti jonë më i madh, ai që çdo ditë neve, jo vetëm neve që jemi në gurbet, por edhe në dhe në gjitha vendet ku ka shqiptar na bën një jetë krenar, pse është shqiptar gjithmonë me veprat dhe punën e tij. Jam këtu në shtëpinë e tij tek Milot Rashica. Milot, kënaqësi shumë, privilegj që të kem në emisionin Ikbin Albana. Faleminderit edhe për juve që keni gjetë kohë me mua. Kam kënaqësinë që ki prit në shtëpi, jam shumë i nderuar dhe nga shumë i privilegjuar, njëkohësisht të bashkëshortën tonë. Mirë se erdhët në emision. Faleminderit për pritjen Milot. Milot na pritet të shtëpia që shëdon tradita, që shëdon zakoni, shqiptaria. Kësaj here nuk na priten në Vushtrep, po kësaj here na priten në Bremen, Gjermani. Po normal, dera shqiptarit është gjithmonë e hapur për çdo mysafir dhe sidomos për njerëz që vinë prej vendit tonë dhe normal jeni gjithmonë mirëseardhur si këtu si në Vushtrep pa problem. Faleminderit shumë. Për herë parë edhe me bashkëshortën tonë, Belkes Misi edhe në emision. Si ndihesh Belkes, po të drejtona mas parë dhe ty, si ndihesh me pas burr ose bashkëshort Milot Rashicën? Po është një ndjenjë. Çfarë ndjenja? Është një ndjenjë shumë e mirë, ndjenja shumë mirë.
Për pos që është një lojtar i mirë, a është Miloti edhe një bashkëshort i mirë? Po, është një bashkëshort shumë i mirë. Gjerald, po folë që shtu në ashtë të që është Miloti. Para kamera. Milot më trego pak du me anisë si ka nisë dashuria edhe ju të dyre. Na jena dytë prej Vushtres, edhe normal Vushtreja nuk është shumë qytet i madh edhe shumica ose gjithë e njohin shumin njëri tjetrin edhe jemi po edhe kemi fillu kontaktin edhe kemi dalë së bashku, domethënë tash jena bashkë që afro 5 vite edhe prej se kom fillu këtë rrugtimin tem në fakt na kena qenë bashkë edhe në kohën kur kom luajtur Kosovë. Edhe do më thonë gjatë kohës pastaj kur më kalu të vitese, ka ardhur edhe bashkëshortja me mua edhe normal prej atij momenti deri tash këtu jemi. Është gjithmonë mbështetja ime më e madhe. Si është me pas një burr futbollar? Edhe me konë që ka qenë zonën që është Miloti. Belkiza është e vështirë me pas Milotin bashkë. Po nuk është edhe shumë e lehtë sepse Miloti ka shumë angazhime, edhe shumicën e kohës nuk është në shtëpi, por njëkohësisht edhe jam shumë krenare për sukseset e tij. E kuptoj që përpos që ka angazhime, duke qenë edhe kaq simpatik, normal e ke edhe pak problem se tash domethënë këtë femrat e sy mastina duke qenë rrugë në Gjermani. Si jena edhe çaqi mirë. Milot fama jote në Gjermani është një ndjenjë mirë apo ka momente që edhe të shqetëson? Po normal fama shumicën e kohës është një sen i mirë, po nga një herë kur je jashtë ose je me familje, je me shoqëni ose diçka dhe nuk don me të shqetësu dikush ose diçka, normal atëherë të prish pak punë ose të bën pak probleme, po njëjtën kohë do të edhe me ditë pak me menaxhu situatën edhe normal gjithkohë tash të bën gjithçka për me qenë edhe më bëu sa më i famshëm. Sigurisht. Po unë kam arrit me punë edhe shpresoj në rrugë. Milot, kush ti mushi mendën që një lidh kont vetë që ka qenë. Po besoj që ka qenë shumë më mirë për mua masi kom dalë si i ri jashtë edhe domethënë kom pas masi veç kom fillu me Belkizën e kom pas veç futbollin aftë, s'kom pas kohë edhe pse me menu për gjëra tjera, domethënë kam i koncentruar veç futboll dhe besoj që kjo është një pjesë shumë e madhe e suksesit tim. Sigurisht besoj që Belkiza ka qenë pjesë e mbështetjes në gjitha gjonat e tua. Tash Belkiza po të flas ty për Milotin. A është Miloti një njeri që i bën punë të shtëpisë mirë apo s'është? Po jo, unë ndihmon kështu pak, po jo, dhe nuk e lejoj edhe shumë se lodhës shumë stërvitje, edhe nuk do të thonë rrugë pak, fresh për lojë. Do të thonë për me gatu nuk e ngurë. Jo. Garant me i vuna hera ki përshit me ne shka veç kur nuk është kjo këto, kur është kjo në Kosovë ose bjen me nejt vetë, atëherë kur s'ke qare dësh me habu zgjidhjen vetë. Do një bo zgjidhjen vetë se s'ke qare. Po normal kjo gatun shumë mirë dhe gjitha ushqimet si tona tradicionale, si ushqimet shëndetshme që i hojnë naci sportista çdo ditë edhe nuk kam problem në këtë aspekt. Kush është ushqimi që e gatun mas mirë ti? Prej sanave tradicionale tona. Po vallaj gatun shumë mirë edhe kreti bën mirë. Unë më shumë shpesh preferoj me hangër të shtëpia se me dalë jashtë edhe domethënë nina më mirë edhe më sigurt edhe bën çapo han edhe krejt domethënë. A guxon këto sanë tona me hangër apo ekip për shembull shkaku ndeshjeve? Po shpesh shkaku pasulli apo jo? Po s'va me të kaloj pasullin shumë se kam qef. Po për shembull këtu pite, flije këtu normal këtu më shumë veç kur kena pushim edhe kur vina në Kosovë. Se këtu ka njëherë i provojna, po ju edhe shumë për shkak se servitjes të lojve edhe nuk i preferoj shumë. Po normal kur vjen në Kosovë edhe deshte ose nëse shkon dikon musafir ose diçka, nuk i qare pa hongër, se thojnë hasës hongër kur jo.
Milota, ka qenë vështirë për ju të domethënë ambientimi një herë në Holland prej Kosovës edhe prej Hollandës të ashtu në Gjermania, ka qenë e vështirë ky ambientim? Po në fillim ka qenë e vështirë prej Kosovës në Holland për shkak se dallimi shumë i madh. Po pastaj prej veç u mësu me jetën në Hollandë dhe Holanda pak a shumë njëjtë si Gjermania, po për shkak se edhe kena shumë familjar në Gjermani dhe na ka ra shumë shpesh me udhëtu edhe me arë në Gjermani edhe me kalu vikendin ose me nejt ma gjatë edhe domethënë pak a shumë edhe na mësu edhe me jetën këto që nuk kena edhe shumë problem. Sa jo nga Kosova? Drejtë ka zani. Po normal na mungon, po jashtëzakonisht shumë se s'ka si vendi jot, po jetën kohë tash edhe ndeshjet me përfaqësuesin e Kosovës po na mundsojnë kohë çdo muaj me shku. Edhe pe kena mundësinë me shku bashkë edhe domethënë edhe nuk po mërzitemi për familjen edhe sepse ju vjen me shku edhe ata po vinë këto sarë që kanë kohë dhe kanë mundësi, kështu që është bo pak si njëjtë. Milot ju bashkëtoni, keni bo dasëm, po zjafet nuk keni bo. Jo, dasëm se kena bo halo. Dasëm s'keni bo. Dasëm se po kena kohën e për vete një herë. Dhe më thonë, duhet me prit një herë edhe në kohë, atë me pas dasëm. Për shkak që jam çdo ditë i angazhuar edhe veres, për shembull, normal dasma bëhet veres kur të vinë krejt jashtë, se na kena familje e madhe dhe shumica e familjarëve të mi jetojnë jashtë. Kështu që nëse e bëj dasmën në Kosovë kur ata nuk janë aty, atëherë s'ka kuptim, duhet me prit, domethënë kur vina kur veçor disa të vinë në diaspora. Të gjejna një datë me dikur kur munden krejt kur e kanë krejt pushtet. Çfarë ka gushti leçe që me mujt me qëllu e dhënë edhe shpesh nguci edhe bëja e gari tham që unë se di as vetë nashta as ndorsëm temës muna me qëllu se mund është me pas lojë. Angazhime me çdo ditë, po i vjen rendi kismet edhe. E kuptoj Milot. Për pas familjes edhe pashortjes që qëndrojnë afër, kush është një njeri që ti do doje me cek që ka dhonë shumë për suksesin e karrierën tonë? Po normal, familja është numër ne, familjen e kom pas gjithmonë mas veti, po përkraje shumë madhe kam edhe prej menaxherit tem, Altin Lales. Më thonë ai ish lojtari kombëtarës edhe ish lojtari i Hanoverit këtu në Bundesliga. Që ka qenë legjenda e Hanoverit, ka luajtur për shumë vite aty, edhe tash nuk jemi shumë larg, domethënë është vetëm një orë larg meje edhe për gjithçka çka të kena nevojë ose diçka që na duhet për pa marrë parasysh është diçka private për shtëpi apo për futboll apo për gjithçka ajo është domethënë gjithmonë i gatshëm edhe ajo është një pjesë edhe domethënë këtë rrugtimin që kena bërë deri këtu edhe ajo ka një pjesë shumë të rëndësishme. Belkiz, merr pjesë tek ndeshjet edhe tek lojët që i ka Miloti? Po mundon ashtu me marrë pjesë në të gjitha ndeshjet, mi po ashtu nga afër, por ndonjëherë kur janë kështu lojët ma larg, nuk muna me shku. Kur bën gol Miloti, çka thuti prej stadiumit? Po normal. Zemër të shumë, ja po të gjithë. Thonë se e forë që gëzohet mas shumë. Do është gjallë, ja po gëzohet. Miloti ka ata bërë këtu, hajde, mazanela. Milot, faleminderit shumë që i datë këto momente, unë jam shumë i lumtur që po ta mundësi me orë në shpinë e juaj e talentit madh shqiptar bashkë me bashkëpunëtor, edhe që na pritet me mikpritje edhe bujarisi që dënë tradita shqiptare. Na po shkojmë pak publicitet edhe dojmë shku me Milotin në stadium të Verderit edhe ka me na tregu shumë sene.
kjo ka qenë ndër jam ja qysh fëmijë me lujt si stadionet, si ligje, me lujt dikon në Evropë dhe jam të realizu ëndrën që kom pas shumë më herët, po besoj që s'kam unal edhe shpëtoj që më vazhdo. Ti e bën që nuk jetë të realizu vetëm ëndrën tonë, por jetë të realizu ëndrën e çdo shqiptari që nuk po shqiptar ka sukses shumë sa. Po normal, na përveç që bujna për vete dhe mundohem me bu veten, familjen edhe ta afërmit tonë krenar normal është edhe për çdo njeri të Kosovës që e di që më përkrojnë njerëz zakonisht shumë si në ndeshje këtu në Gjermani, si përpara edhe në Holland ka pas shumë shqiptar, po edhe me kombëtarën e Kosovës po shihet edhe dëshira e madhe të thotë në çdo ndeshje që kemi. Milad, diçka drejt ka zënë edhe prej kështu për indjesisë tonë. Qysh është më shënu gol për Berberin edhe qysh nihesh kur ti u bën gol për Kosovë. Po ndjenjat janë jashtëzakonisht mira kur shënon gol. Si këtu si atje po normal e ndin në Kosovë nashta e din që janë gjithë tifozët tonë edhe lumë për vendin tonë, kena sakrifiku shumë, domethënë edhe historinë që kena përpara dhe normal është një ndjenjë pak më ndryshe se këto. A tutesh me janë? A tutesh për shtyre që dhe? Se unë vish kërkuj shotë të rëmë këto tani, da? Në do të qysh po tut da Allah, kërë tonë këta gjithë. Ja, normal, sa ma shumë shikus është shumë anil për neve, si futbolista jena ma shumë motivun dhe futboli duhet për shikus për një knoqë ta që në stadion. Kalzëm të cila golla, të që ajo që ati atë shko shtoj bone që t'ja u golla. Allah, me kalzun drejt një atje një këtë. Dhe me thonë ti onë, se në kanë pësën që lush. Mos një jetë hatri. Normal këta këtu janë këta ultras, tonë që përkrojnë gjithë buën. Gollën e porën e buën atje, ta në s'pota qoro. Po, knena, jam shky gollën edhe janë që knena. Ja, këta janë gjithë tifos tonë edhe ndash këtu, ndash atje. Këta janë gjithë. Këna është një diçka shumë e veçantë që pa morë parasysh nëse jena të humbë ose çfarë është rezultati, ta nuk nalen asnjëherë edhe na përkrahin deri në minutin e fundit. Domethënë çdo moment janë duke ju mbështetur. Çdo moment janë të kërcy, të bërtit për neve dhe normal kjo të motivon edhe më shumë kur ki gjithë stadionin në rrobat e A ki e ndru në herë? Milad kur e konë të lujt në vështrë. A dite ato golla tona në mahalla kur lujshëm atje që shkaj kënjoni të na herë të me morë topin. Për shamë unë jom konë qasish në të na herë të kësaj shamë shmu me morë topin se me lujt s'më isha me lujt. A ki menu në një herë që prej një djali Kosovës ki marrë që ta. Edhe kush ka qenë motivacioni e më i madh. Po normal, ëndrat kanë ekzistuar dhe ekzistojnë gjithmonë, po besoj që qaja ëndër që pas që është fëmijë ka shti më motivu sa ma shumë edhe me punu sa ma shumë që një të ardhme me po veten që që këna po në televizor ose këto stadionet në loja. Edhe normal nuk ka në letë, sidomos me kushtet të Kosovë, në atë kohë dhe Kosova s'ka qenë ase pranuar në UEFA, FIFA dhe s'ka pas shumë skauta që jenë orë me të qyrë ose konë pak më ndryshe se tash mundësia për me dalë lojtarët me depërtu jashtë edhe normal, pas shumë sakrificave pas në shtetin e familjes gjithmonë, shokëve, gjithë shtetit vështres, tani gjithë Kosovës edhe sa d'jena këtu ku Milad, bis diçka ka të drejt. Kur e bën gol, që to, a na menon njëve në Kosovë që di që shira do kësu. Po, unë e di, për shembull, jo veç kur bëj gol, po veç kur asist kur bëj ose veç kur luj, është në gjitha mediat që minuti po starton lojën. E gjujti Pianist loje, se domethënë para minutash kur bëj gol edhe normal, e di që janë shumë krenale dhe janë të lumtur për mua dhe sidomos unë që nashta kom pas pak fotin edhe mënyrën pak më ndryshe prej lojtarëve të tjerë për shkak që unë kom lindë dhe më rritë Kosovë dhe kom nisë prej Kosovës ose kom pas ato kushtet që ja ofrojnë sot, për shembull fëmijëve 7-8 vjeç janë nisin këtu edhe
janë çdo gjenerate kalojnë këtu, i kanë krejt kushtet, krejt mundësi, domethënë për mu zhvillu, veç se s'don hiç. Veç nëse është danga, okay. S'don hiç edhe ski qef, ka me boj, edhe i provojnë disa sporte, cilët te rrugë, cilët funksionon e vazhdojnë. Çfarë është? Domethënë na se kena pas atë mundësi, edhe po normal, thash më herët me përkrojën e familjes, me përkrojën e gjithëve, me punën edhe vullnetin tem, edhe mundet çdo njani me më. Milat kush është personi i parë që të merr maskorës në telefon? Zakonisht është momi jam, edhe normal kur foli me momin, tani vazhdoj me babën. Atëherë shpia jo të vrit, çatë që te Milat edhe unë jam këtu. Për shembull nusën e kam këtu zakonisht me vete, çati e kanë vënë domethënë. Domethënë ti apo të na herë këtu ja ajo është shkon mas çati të liçë institut. E kanë pasja për familjet e lojtarëve. Familjet e lojtarëve. Edhe është pak si edhe në rinë. Domethënë ti thonë që zemër kështu e bën çadera. Domethënë për ato e di që është gjithë këtu edhe shoh me njerë mas lojë kështu, po familja dhe gjithë. I kam familje shumë të madhe edhe normal krejt i gëzohen suksesit. I kam Agjen që është nona e stadion. Para 2 javë, më duket anë ndeshjen me Augsburgun, ku ishin rrova 2 gola, kanë qenë gjithë në stadion, kanë qenë print, 2 motrat, nusja edhe nuk kanë një dyhet me madhe për mu me shenu gola kur e gjithë familjen këto. Ajo me bine që ato gola ja kete ditë? Po, normal, direkt e ata. Besoj që s'ka djenë ma tjere. Jo, vetëm familja jote është kënaqur për ty, po unë edhe që ta shtytin të vështu, domethënë ku e një atë bërërimin kur këtë stadiumi bën rashica. Domethënë edhe unë jam emocionuar edhe jesh i bindur që sa herë ti shënon çdo shqiptar e bën një krenar edhe sidomos për ne që jena në Gjermani edhe në diasporë, na mburremi kur ty të shohim në ekran edhe sa në Albana. Kështu që ti je i bindur që na bën krenar të gjithë. Jo e di dhe çdo ditë edhe më shumë pesha edhe vetë, çdo stadion që po shkoj, seriozisht s'kom besu që okej, hajde në stadion 2 qëllon dikush ose vjen me këshir, po seriozisht çdo stadion komplet edhe që më shkruajnë përpara që kena me ardhur që ndeshje mas 2 muaj kena me ardhur me të qyrë ty në gjithë stadion ose diçka. Kanë herë asune se di ku kena me luajt çat lojë. Po ata e din. Ata veç janë bugot, ata veç janë me topora aty me flamura. Normal është për të sheh me flamura, me turtirën, jo me bugot e kështu është ndjenjë shumë e mirë, ata po vinë mas pore për mua që jam shqiptar edhe tani me këshir lojën dhe më kënaq sa jam. Shumë për ty edhe unë edhe krejt shqiptaria. Hajde kalzome ja që atje ku shkojnë. Që kjo është një zonë VIP-s, është këtë pjesë është një edhe në atë pjesën atje, e për familjet lojtarëve e kështu tash është është shkaku që është më afër tifozave. Po tifozat po edhe na që kena hyrën domethënë mas lojës na mundon me shku direkt na. Nëse janë ata këtu, tani është shumë lart me dalë jashtë stadionit aty diçka. Kështu që na kanë mundsuar me kanë më afër. Edhe Ku janë vendet ku uli, domethënë. Kjo është banka, në fillim në karom ullë, ko që shumë kur e mordë? Unë në fillim lejshin bankë, domethënë nuk e kanë ditë, halo mirë se kush ju ka orë këto. Kom ditë edhe vetë se ka qenë shumë vështirë me janë zonë prej Hollandës edhe me marrë prej Vitesse. Diçka krejt tjetër futbol, tjetër jetë, në krasim në aspektin e futbolistik e kështu edhe fillim deri sa jam adaptu, nuk kom pasur shumë minuta e kështu, po ko pas kohë normal mësohet njeri me gjithçka dhe tash po luaj më shumë. Ku është ulësia jote? Ku ulesh ti sa? Po jam si kena pas kështu me me emra si kene. Me diçka jo se jo për të thënë se ju del ditar, domethënë këtu sikur shkollë po vdogen. Inshallah s'jem puna më ul këtu kur, po kanë herë po dohet çfarë më bë. Po dohet në fillim ulën trajnerat e këta. Trajnerët tani janë stafi, doktora vë që në lojtarë t'jena që kreja, dhe ku të nëzanë venit. Unë që ku të dush. Po është mirë se dimri jenë edhe me nëzimje. Sheshe. Po edhe... O, luë, jo ka e ko kam imus me i fushit. Me i fushit me najtë që aty s'bove. Në qatë tresh, aty e kje dhe... Jo, mërë valoj. Ko ka si kërë.
Me pakonë në kisha thonë që ati për rrisë, po i lojnë ta. Ja, normal na si lejtarë, se preferojnë na mulli këto me ne. Jo, që aty, ja. Që aty që ta shkohet dhe funit të kanë nuk e kanë shumë nërmen me të lonë. Milan. Dhe stadione ka dhe planin e mirë dhe shumë oferë. E që ta shkarë, t'ili me rrëngë, të sejra, si se. Si sejra të këzë. Jo, kjo është që ta shtimën, ku e ftaftë dhe me mojtë bari, po, dhe unë që të prime kështu. Në kabinën, ku ndrohëm dhe ku vinë të zana. Ne edhe dalëm të fush. Kjo është zona e media këtu. Më thonë këtu ku japën intervjisa. Intervjisat mas lujes, para lujes, të mëdon janë krejt këtu janë kabina, si me konë të full telefon. Unë është edhe mi po emrat. Radio Bremen, Vardi. Bundesliga. Krejti kanë këtu. CDF, do më thonë gjithë kushe ka kabineve, sport ti. Edhe nëse kena me japë intervista, do më thonë... Hinë qëto, do më thonë, hajde një munet i qëto je. Ata kalzojnë... Also, Rashica, heute hast du 2 Tore geschossen. Wie war diese Gefühl für dich heute? Ja, 3 Punkte für Werder, das ist ganz wichtig. Ja. Qa për u Gjermanisht, po mus nuk për nga bjes për folesh. Po mirë shimë, manë. Po ti për shimë por qërë, ja futa gol, ja bona ti gol, atë të matarë. Ma mirë shqef. Pjesa tjetër, do më thonë? Këtu mërën është press konferenca. Do marrë press konferencës. Do më thonë në gazetarë, po, do e njërë. Trajnerat para lujes, mas lujes që kanë në full, edhe na si lejtarë në herë të më dytish para lujes nëse vina, nëse në thirë nëse e kena, o në qishtë për mërëna. Wow! Do më thonë pra shikus në rumë, vedëm në emisionin i Gbin Albana, mrena në Werder Bremen, mrena shqitë të të mrena. Dhe kënë ishtë ulesh ati, ka të ka bojnë pyjtë e po sala. Nëse është unë e trajneri ose në lejtarë që këna me jatë intervista, dhe më thonë këtu është gati mos të në plët, po me këgja shumë gazetarë që Normal. Që ka dhe më thonë të bojnë pyjtje normal. E që shqy bjerë janë një medalë aty, do më thonë a me e lejtari i lojës? Normal, po seria është edhe që e lypin gazetarë. Do më thonë e kërkuajnë. Ose e zgjedhën prej klubit, për shembull në zonën kom jap 2 golla javën e kalume, tani normal që gazetarët ndoshta duhen të folin pak më shumë me mua për formën, për gollat e kështu, edhe domethënë normal na mbrana javës e kena çdo javë, një herë në javë domethënë dikush prej lojtarëve e ka është si mix zone, thirrë domethënë s'ki nevojë ti më jap sot intervistë nesër ose mbrana javës, po e ki një ditë edhe vinë krejt gazetarët, krejt i bojnë pyetjet çfarë ditë edhe i kryjnë. Edhe normal trajneri 2 ditë para lojës është ajo konferenca. Konferenca para lojës që kena me luj, kena me shku atje kështu edhe po mirë. Po. Shumë perfekt. Mina, prej kur e mon men vetin të luj futbol. Kur të kujtohet, do më thonë vetja të luj futbol. Ka gjani ku e gjatë. Amo kom fillu qysh i ri, më thonë me top me futbol prej kërë më pas 6-7 vjetë që kom fillu po të shpija e kështu po tani prej qasoj më moshe dhe më thonë 6-7-8 që kom fillu edhe me dole me shku në për shkollat futbolit e këto gjone tjera me mësu ka pak dhe më thonë një bo për gjatë vjetë mirë. Man men tupin e parë që ke lutë. Është problem. Gara të kom t'i gara, si që një kom dhe që na t'jeksh në kom. Kume di, që në të ku edhe s'ka posë edhe topa shumë të mirë që edhe me mojt men tash, po tash e ndorë të një farë Play motion me sound dhe i gomba.
Në atë kohë, qashtu qyshe nga në kushtet është dashtë edhe mja bu vetit mundësisht. Në atë kohë vesh fanelën edhe dhe në fush, a i kujton shokët e klubit në Kosovë, a i kujton ata shokë që ja keni inspirer porë. Po normal edhe me tregu drejten i përcjelli gati gjithë lojtë e Kosovës, se kam në televizore kam programin përmes digitalbit edhe Supersportat e Kosovës që i përcjelli. Edhe ndodhë që është naj lojë tjetër e naj ligës tjetër edhe luajnë ta shokë që i kam në Kosovë, se shumicën e lojtarëve atë që luajnë një konkret shokë edhe që na luajnë bashkë edhe i njoh edhe jo prej shkollës edhe kështu. Edhe kam qef mi këshyr edhe se e di se edhe vetë ju m'dal prej qatë edhe e di që shkon e që është situata edhe më tërhek dhe që me këshyr lojtë edhe kam qef, më nona mus me mik asnjë. Kush është lojtari prej kombëtarës tonë të Kosovës që e ki ma haber me thonë, se unë e di që ti ki një respekt, gëzon një respekt shumë të madh për gjitha dhe i e vetë natyre ti dhe më thonë një dashur i jo me normal, dhe më thonë, po kush është me njoni që ki ma shumë di kontakt me thonë? Me krejt jam mirë, e the edhe vetë, dhe më thonë jena një grupi lojtarëve që jena paka shumë e njëjta moshë dhe kena një farë harmonie dhe me nëzispresu më mbledhe dhe më bu bashkë se qatë që të më thonë që kalojna mirë dhe ta shkove të funit edhe që kena fitu edhe normal qefi edhe është shumë aj madhë më mbledhe bashkë, po me shumicën prej tyne dhe më thonë shkrujna gati çdo ditë, kena grupe në WhatsApp dhe më thonë që shkrujna. Ma shumë kaloj kohë me Valon Berishën, e kam edhe Cimer dhe unë dhe më thonë. Po edhe me Koran Kryzion, Benjamin Kolullin, Lar Paçarodën, Adhenu Iun, Vedat Muriqin. Dhe më thonë edhe me këta jena në kontakt ma shumë gati çdo ditë me ta. Tash jena edhe Besar Alimin mos harroj se i dhënohet. Përshëndesim krejt janë të matë mirë kombëtarës që ju ka bojnë kënojë pse kombëtare e ri, do më thonë, jënë të vecë me hapa të jashtëzakonshëm edhe krejt jena kënojë për këta djemë që krejt vlerat si thush po na i prezentojnë përmes sportit. Tash jena ofër edhe ndeshje kena luajnë me Danimarkën në të bufsha, edhe me Bullgari. Qa pret Milat? Po me Danimarkën është lojë miqësore, edhe me njerë mas 2-3 ditë mas i lujna me Danimarkën është loja që kisha me thonë shumë e rëndësishme se Danimarka për kualifikime me Bullgarin. Po edhe me Danimarkën është një kombëtare jashtëzakonisht e fortë edhe është, do të thonë, kënaqësi për neve se ata po luajnë, do të thonë kena rastin me lujt miqësore me një ekip shumë mirë që e gëzon respektin e shumë kombëtarëve edhe e kanë ekip shumë mirë lojtarë që luajnë në klube shumë të mëdha, kështu na kena munduar me jep maksimumin. Loja e parë ka me qenë ma shumë si një test për neve me këshyr vetën se ku jena, që me qenë sa ma të pregaditur për lojë me Bullgarin, që besoj që kena me jep maksimumin dhe me përkrojnë gjithë tifozve. E keni pona është edhe që jenë shqit biletat në kohë rekord. Në kohë rekord, sepse njerëzit po presin kur po luajnë kombëtare. Mëndis po presin me na këshyr, me na përkroj me orë në stadion dhe besoj që mundëm edhe nëse jena të bashkumë si gjithmonë dhe me fitu këtë ndeshje. Rashid, sot je i kombëtarës tonë, por para kish ke qenë edhe në kombëtare në Shqipërisë. A menon që ka jetë bashkë, edhe a menon që kombëtare e Shqipërisë sot në të pendu për mos mundësinë e dhonës në kampionatet evropiane. Sepse një dëshira aty ka qenë krisja mes teje dhe kombëtarëve. Dëshira e jam edhe çdo lojtari kish normal që është me mbrim me shku me kombëtaren nëse evente shumë të mëdha, se ajo mundësi ndodh që të vjen një herë në krejt karrierën tonë, sidomos për neve që jena kombëtare më të vogla, kombëtare të reja, dhe është shumë vështirë se këto ekipe tjera që shkojnë çdo vit, domethënë çdo mori pjesë atje. Edhe po normal unë për vetes si unë penduas si kom ro pishman as kurgjë që kom gjithë përfaqësuesen e Kosovës, se normal unë jum lind Kosovë, jum rrit Kosovë, kom kry shkollën, domethënë jum dal prej Kosovës edhe nëse kish një dikush të obligush me mu kthy në Kosovë, besoj që unë jam kanë i pari edhe që është dash më kthy. Që është dash më kthy, që më thonë që nëse
S'po di që me spjegu ma mirë që nëse ishtë dash dikush më këthy atër ishtë dash une. Ishtë dash ti pari me kone. Se unë jam dollë prej aty, do më thoni ku morë krejt hapat dhe jam i qati veni, përkas qati veni edhe... Je prodhim i Kosovës, në qofse... Prodhim vendove. Do me thonë je... Po tash kemi edhe shumë lejtarë tjerë. Po faktikisht karrierën e kanë dhe tu në tjetër kohë. Po. Edhe ti, do me thonë je, përtuj se i vetëmi që ke dalë që je prodhim i shkollës. Edhe normal e kom një si obligim prej vetës edhe në fund ka vendohë zemra dhe jam shumë i lumtur që jam këtu edhe nuk jam prishma, normal. Gjithë kena qef që një ditë më bu bashkë me Shqipnin, me konë Shqipnia e madhe dhe me pas një kombëtare të fort, po politika janë rrethana qysh janë, unë s'vendosi janë as te as kërkush, po vendosin ata tjertë dhe normal. Pavarësisht se jemi dy ekipe, na jemi vëllë. Po normal, që ato du me thonë, dëshira e madhe pëse gjithë neve prej Kosovës e prej Shqipnis është me qeni ditë bashkum, po është historia është puna qysh është dhe nuk kena që ka me bu. Biles shumë prej Kosovës edhe te kanë mërzi kur po thojna kombëtarja e Kosovës, se po thojnë na jena përfaqësuese, ata janë kombëtare. Na mundu me thonë vetit edhe përfaqësuese edhe qysh duhet, po ty vene tjera të njohin si kombëtare tash. Kërkosh nuk vetë po shkojna me lujt me përfaqësuesen e Kosovës. Po me kombëtare e Kosovës, sigurisht. Na tash është një ekip nacional. Po, s'po duhen me nxjerr polemika, me thonë kështu, po tash na e kena ekipin edhe jena tu vazhdu në rrugë shumë mirë. Normal edhe Shqipnia gjithmonë na e kena përkrah, gjithmonë edhe këta është ka plot lojtarë prej Kosovës që luajnë për Shqipninë edhe na këtu edhe nuk duhet më bëu shumë e madhe kjo punë. Do të thonë na gëzohem sikur fiton Shqipnia, sikur fitojnë si për vetë. Është e njëjta si për neve edhe normal, ku ka ma mirë se një shmëdhon një kamp, një vend ka që ju shumë i malë, po mi pas dy kombëtarë dhe mi pas gjithë këta lojtarë, artistë e këti venit. Rashid, për këtë që ata shqiptarë, edhe ti e një për shqiptarë, një që në kananjekin, ti përshëndesim që to me simbolin tonë kombëtarë për emisionin Nik Vjen Albana. Ju përshëndesim krejtve me Rashidse. Milat, një dite e jashtëzakonshme sot me ty në Bremen. Këtë ato gjona i palmë, ishëm me ty në stadion, familje, momente ku adhurus edhe njerëzit presin. Këtë kjo për neve ishte një ndjesi e jashtëzakonshme, faleminderit që gjejtë kohën me qenë në emisionin tonë Nik Vjen Albana. Faleminderit edhe për juve që keni gjetë kohë dhe keni marrë mundin me ardhë. E di që e keni bërë një rrotim këgjatë gjatë edhe unë kalova shumë mirë dhe u kënaqa me juve dhe ju uraj këthim në barën në punën e juve dhe në shtëpitë e juve. Milat, çfarë ndjesia është kur familjarë tu të shohen ose atë ndjek nona ose prindrit në lojtë e tua edhe që ka thonë? Po, normal është ndjenjë shumë e madhe për mua është jam dina 2 fesh ose 3 fesh ma i motivum kur e di që kam familjen, sidomos prind në tribuna dhe ata janë që më kam përkrah prej fillimit, prej kur kam fillu në Kosovë, kanë ardhur edhe në çdo ndeshje, sidomos prind edhe ndeshje kur kam luajtur me kategori 3-a, edhe kanë ardhur besoj që kanë shkel çdo stadion të Kosovës. Aty ku unë kom pas ndeshje si me fëmijë, si me Superligë të Kosovës, edhe normal tash besoj që janë shumë krenar me mua që kom arrit këtu ku jam tash, edhe normal edhe mami besoj si çdo nën shqiptare që i dojnë fëmijët e vetë edhe mundohen me shpreha dashninë në mënyra të ndryshme. Zakonisht unë foli para ndeshjes gjithmonë, domethënë gjatë kohës o jena në hotel edhe derisa të thujna për stadion, unë kam kontakt gjithë me familje dhe normal para lojës u moran që me pas një lojë sa më të mirë edhe kryesorën me dalë pa lëndime. Edhe mas lojës, kur vjen puna që ju më ndërru ma heret se loja ose diçka, fjala e parë që dhe shqyqër që të heki ma heret edhe nuk u lëndohë edhe dole mirë, për lojë sa e shnash se vjen tjetër lojë edhe kalon sa më mirë. Më rëndësi për ata dhe për familjen është mos më lëndu me pas shnetën, tani tjera të vinë në vendin e vetë. Jam shumë kurioz edhe nështë edhe publiku. Çfarë muzike një gonë para se me dalë në lojë?
Me thonë drejtën, gjatë gjithë kohës ngaj veç muzikë shqip, do me thonë shumicën e këngëtarëve, reperave dhe me gjithë kontakte dhe marrëdhënie shumë të mira, vinë shpesh me këshyr lojtë e përfaqësuesve të Kosovës ose unë kur jam atje shkoj në për koncerte ose nej atyne, kështu që kam shoqëni shumë të mirë me gjithë prej tyre dhe i ngaj gjithë pa marrë parasysh çfarë zhanre ose çfarë ritmi ose çfarë notë. Në më thonë i ngaj jashtëzakonisht shumë veç shqip edhe para lojve preferoj pak, i kam do pak ma të preferume, pak ma patriotike, pak që të motivojnë, dhezin pak të ngjallin pak që ngjallin pak emocione edhe që kortesh në loj, dhe më thonë me jap maksimumin edhe me luftu. Milat, qa duhet me bo një djallë ose një futboller i ri që është në Kosovë? Çka duhet me bo për me ardhë dhe që të ku jeti? Mos më nërë kur, me vazhdu ëndrat që i kanë, se më thonë tash ka ardhë koha shumë e mirë dhe kushtet ka nisë më përmirësu, dhe më thonë për para ka qenë shumë më vështirë, tash është mundësia shumë e mirë që çdo i ri, çdo djalë që ka vullnet, ka talent, edhe dëshiron punën, dëshiron me mrit dikon aty ku ka pas ëndrat qysh i ri, dhe më thonë tash është mundësia shumë e madhe, shumë e lehtë dhe shumë e mirë për mi realizu gjithë ato ëndra, edhe normal përveç talentit pa punë dhe pa vullnet, pa dëshirën më të madhe mi mri këto gjëra që i kanë mendu më herët, është e pamundur, po kur gjitha këto besoj që buhen bashkë, atëherë gjithçka është e mundshme. Do të thonë, ajo që ti thu është që duhet shumë punë, besim në vete që për mi adon. A ka qenë vështirë? Normal, sidomos për fëmijët të Kosovës dhe në këto vendet pak më të varfëra sikur na. Normal nuk i kanë kushtet njëjta sikur si thash edhe më herët, sikur fëmia që rriten ose lindin këtu. Do të thonë këtu shkojnë gjithçka me plane, kanë gjithçka me orar, kur shkojnë stërvitje, i kanë gjitha kushtet e nevojshme, veç nëse nuk don ti heq me lujt ose nuk i pak talent edhe nuk i vullnet për me mrit diçka. Dhe më thonë Kosovën e di që ka shumë lojtarë të mirë, ka shumë lojtarë të tri, talenta shumë të mëdhej, aty në veç ju vynë pak motivim me pas, diçka që edhe me punu me njerëz të dur, me pas përkrajnë të madhe prej familjes, prej njerëzve, unë e di plot raste, ka ndodhur edhe me mu përpara, nashta plot njerëz i kanë thonë babës tem që leje mos shkon pastina me hub kohë pa lidhje se s'ka kurrë prej Kosovës. Ka mungu motivim. Normal, besoj që motivimi dhe vullneti janë gjanat ma kryesore dhe kur kom arrit unë edhe shumë tjerë që i na dal prej Kosovës në kohën kur ka qenë shumë më vështirë, besoj që tash nëse i ki këto gjana dhe vazhdon me punu, besoj që është shumë më lehtë dhe gjithkush mundet me mri. Je një djallë që je për të marrë shumë milat, sepse je fillis prej zeros edhe me forcat e tuja, prej një djalli nga vushtria që ke arrit marrë të suksesit edhe që po e ecë rrugëve për të kriju një karrierë të jashtëzakonshme. Ti je vetë Kosova, ti je vetë krenaria jonë, me thënë me shumë bindje, sepse edhe shumë spektatorë mendojnë kështu. Kush do kishte qenë mesazhi yt që më thonë aty në futbollista që janë kalashuajnë ose aty në djemve që janë kalashuajnë tani përmes ekranit. Çka kishin qenë dy fjalë që ti ja kishe thonë? Qërone, rrugtimi jam deri këtu nuk ka qenë i lehtë, domethënë ka qenë jashtëzakonisht i vështirë, kom pas lëndime dhe normal kushtet që ceka edhe më herët u konë shumë vështirë. Normal ka pas shumë sende që nashta më kanë bu pa drejtësi, nashta me dijen e tyne, nashta prej mos dijes ose ka pas gjithçka, po nuk jom dorëzu kurrë dhe domethënë e kom motivu veten, kom arrit, e kom pas gjithmonë përkrahjen e familjes, e kom gjetë gjithë motivimin e dur që me vazhdu. Domethënë sa herë që ka pas pa drejtësina, ka pas sende që kanë ullë pak poshtë, po në ato momente do është me gjithë forcën edhe mund ngritë edhe me provu edhe me mri edhe 2 herë ma shumë se qa ke mri deri tash. Kështu që unë veç kisha dashur me thonë gjithë ata që dojnë me mri diçka, le të përcjellin ëndrat e tyne, le të punojnë shumë me vullnet, me dashuri, me motivim, me përkrahjen të madhe,
familjes edhe të rrethit edhe këtyneve dhe gjithkosh mundet me mri dëshirat e veta. Milot, je krenaria jonë e kombëtares, je një djalë patriot që në zemër edhe në shpirt e thu që edhe nuk e mohon në asnjë moment ku dhe që shkon e thu me krenari që i bin Albana që jam shqiptar. Për ty, kush është një shqiptar i mirë? Edhe çfarë karakteristikash duhet të ketë një njeri për të prezentuar edhe për të tregu vlerat e kombit tim? Po, shqiptari i mirë në besoj që është ai që pa marrë parasysh me çfarë pune merret, me çfarë talenti e ka, se çfarë bën, është mënyra se si e prezanton vlerat tona. Domethënë, unë jam shumë krenar prej nga vije dhe çdo intervistë, çdo fjalë që domethënë ka rro puna ose momenti me treguj prej nga vije, unë e kam tregu pa hezitim edhe jam shumë krenar edhe për shkak edhe të historisë tonë edhe të familjarëve tonë edhe gjithçka që ka ndodhur përpara dhe normal, shqiptari i mirë është ai që i tregon vlerat tona në mënyrën më të mirë të mundshme, nuk mundohet me ul tjetrin ose me mshef pa drejtësitë. Shqiptari i mirë është ai që mendon mirë për tjetrin, ja don të mirën tjetrit edhe e ndihmon vendin me ecë përpara edhe me mri aty ku e meritojnë. Milot, faleminderit që ishte pjesë e këtij emisionit. Faleminderit që je krenaria jonë kombëtare. S'metet gjatë tjetër se me thonë faleminderit në emrin tim, në emër të stafit edhe këtë shqiptarë, faleminderit që ishe pjesë e këtij emisionit diasporës, pjesë e emisionit Ilbin Albana. Faleminderit shumë edhe për juve, për punën e palotshme që po bëni edhe vetëm emri i emisionit, unë jam shqiptar, dhe më thonë edhe e kom pranu me shumë dëshirë me bëu këtë intervistë me juve, me shpalos disa senose që për jetën time që nuk i kom thonë ma herët, edhe kalova shumë mirë me juve, edhe veç ju uroj punë të mbarë edhe shihemi herë tjera. Faleminderit.